Zova në internet që është një prej vendeve më turistike të Kosovës, po për këto dhe të gjitha kam shumë kënaqësi të kemi sot bashkë me mua afër meje me Emlin, i cili është udhëheqës i Korit Siparantum dhe i cili ka qenë pjesë e televizionit Alsat edhe herë tjera, po kësaj radhe në një dimension tjetër. Me Emlin, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirëmëngjes. Shumë kënaqësi, mirëmëngjes. Na fal pak që kemi zgjuar herët. Jo, absolutisht, kënaqësi e madhe me një këto minuta të mëngjesit të bashkë. Faleminderit shumë. Si është Peja? Ti jeton këtu apo? Po. Si është jeta në Pejë? Jashtëzakonisht e bukur. Peja është një vend i rrethuar me gjelbrim, i rrethuar me ujë të pishëm, i rrethuar me njerëz të mirë. Unë për vete pëlqen me jetu këtu. E shijoj, edhe besoj që gjithë ata që vizitojnë Pejën, besoj që do të ndojnë me të njëjtin të ndjesi edhe. Njëjtin mendim, besoj që po. Që ka është diçka shumë karakteristike për Pejën, diçka që ndoshta ne që vim prej jashtë nuk është që e di. Peja përpos bukurisë vetë që ka, natyrisht ka edhe kulturën, njihet për kulturën. Ndashta unë jam më shumë i thirrur te kjo pjesë këtu për cilën mund të flas më shumë, veçanërisht në fusha e muzikës. Nga ky qytet ka ndalë vërtet shumë emra të mëdhenj, ka ndalë shoqëri kulturore artistike të ndryshme. Dua të theksoj që Peja historikisht e ka një traditë të lashtë, prandaj nëse marrim si referencë Korin Siparantum, e marrim si që kultura në Pejë daton prej do të thotë se emri Siparantum realisht është emri i vjetër, është emri antik i qytetit të Pejës. Është ndër emrat e parë që daton shumë herët, do të thotë diku tek viti 500 është gjinte libri Gjeografia të Ptolemeu atje, viti 540 diku aty. Edhe ne kemi marrë si do të thotë si emër, edhe për arsye se tregon antikitetin të cilin e ka vetëm qyteti i Pejës. Mirë, po megjithëse duke marrë parasysh edhe rrethana të ndryshme historike, muzika, kultura kur nuk është ndalë në këtë qytet. Prej vitit 1930 tutje vetëm kemi formimin e shoqërive të parë kulturore artistike për parimi, e cila fatmirësisht edhe sot mbijeton, do të thotë pavarësisht tranzicioneve edhe periudhave të ndryshme historike që kemi përjetuar si popull shekullin e fundit edhe shekullin e kaluar natyrisht. Mendoj që kam mbijetu dhe nga kjo shoqëri kanë dalë edhe shumë emra të njohur. Vlerësohet dhe veçohet për shembull ndër të partë që ka udhëheqë këtë shoqëri kulturore artistike ka qenë edhe Halit Kasapovi. Realisht është kompozitori i parë që fatkeqësisht ka vdekë shumë i ri në moshën 21 vjeçare në Beograd. Është një prej emrave më të njohur në skenën e muzikës kompozicionale, në skenën e muzikës, do të thojë edhe amblem muzikore e qytetit të Pejës. Mirë, po duke mos anashkaluar edhe shoqëritë të tjera kulturore artistike, për shembull është shoqëria kulturore artistike Sofra Pejone, e cila është aset i edhe mendoj që duhet trajtohet e tillë, për arsye se është pjesë edhe të trashëgimisë kulturore, edhe lën një rol të jashtëzakonshëm në zhvillimin e jetës kulturore në Pejë, duke mos anashkaluar edhe shoqëri kulturore artistike të tjera që janë shoqëria kulturore artistike Marigona, Halit Kasapovi, përmenda për parimin që edhe sot është. Pastaj kemi oktetin e Peja, kemi Kurin e Grove të qytetit të Pejës. Keni edhe ju kur të grave? Po, shumë bukur se kemi edhe ne nga Tetova. Nga ime nga Melisa Gjeladini, një vajzë jashtëzakonisht punëtore, ambicioze dhe më pëlqen jashtëzakonisht atë puna që e bën, mbi gjitha që arrin me mbajtur të gjallë një kulturë që realisht i duhet të Pejës. Mirë, po përpos së kësajna kanë dalë edhe shumë muzicianë të njohur. Peja e dini një qytet i gitarës, kanë dalë shumë emra të njohur, për shembull kemi profesorin Luan Saponxhiun, që ndryshe studenti i tij Petrit Çeku ka qenë nxënës i profesorit Luan Saponxhiu. Kemi Gjeldet Saçiun e Hatmusën, e njohur botërisht për gitaristi botnor. Pastaj kemi shumë performues, për shembull nëse e veçojmë sopranon Besa Berberi, pianistë të shuar, realisht kemi kompozitor, duke u nisur nga Bashkim Shehu, që veprat e tij janë njohur edhe janë luajtur në skenat më të mëdha botërore, deri tek Kreshnik Aliçkaj, që thotë është një prej emrave më të mirë kompozitor shqiptar prej gjeneratës së re pa dyshim, i cili ka shumë vepra formacione të mëdha, orkestrale, simfonike dhe tjera. Mirë, po Peja dikur historikisht për shembull nëse marrim si rreth viteve të 50-të ka pasur orkestra të ndryshme, edhe formacione të jazzit, mirë po do ta veçoja orkestrën e mandolinave, që është udhëhequr në atë kohë nga
profesor Muhamet Belegu, I cili ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në zhvillimin e kulturës, veçanërisht në kohën më të vështirë të qytetit të Pesë. Edhe ja që sot nuk e kemi fatkeqësisht asnjë mandolinë në Pej, do thotë që realisht do të ishte dashur që Peja të ketë edhe Mos ka orkestër. ardhur mandolinën nga Peja ose jo? Jo, nuk jam I sigurt, mirë, po kur kishte Peja orkestër të mandolinave, është një foto që qarkullon atje në internet, do thotë ka qenë diçka jo erzakonshme, se të gjitha kanë qenë vojza, do thotë po shkruajt prej vojzave, do thotë prandaj Peja historikisht qëndron shumë mirë me kulturën, dhe tek pjesa e teatrit kanë dalë shumë emra të njohur, për shembull se Peja mbon teatrin Istref Begulli, mbon për shembull kemi Faruk Begulli ka dalë prej qytetit të Pesë, shumë dramaturg, regjisor, ja tash edhe kemi edhe gjenerata të reja fol edhe shkollës së mesme të muzikës së Pej, edhe natyrisht edhe fakultetit të teatrit. Përmendë gjithë këto kontribute të Pejës gjatë historisë, ajo që e kemi sot tek kësaj dite dhe me cilën ti merresh është kori si parantull. Këtë ka koror suksese të jashtëzakonshme, të kam parë edhe të ndjek vazhdimisht. Si po shkon puna? Na trego pak ndoshta për ata që e dëgjojnë për herë të parë çfarë është kori si parantull, cila është ajo receta juaj kryesore, nëse mund ta themi kështu, çfarë bëni ju konkretisht edhe çfarë presim prej juve? Ne duke I marrë parasysh ato periudha të hershme historike, do të thoya që Peja me korin nuk ka lindë me neve, sepse Pej janë zhvillu, vazhdimisht ka pasë tendenca dhe janë zhvillu në periudha të shkurta, ku njerëzit kanë punu me kore, kanë tentuar me formu kore të shkollës, kore të qytetit. Njëhet për shembull shoqëria I Meri e Ndjera që ka punu me korin e qytetit dhe pastaj ka qenë rrothet se korit të grave këtu në Pej. Mirë po ka punu Suzana Jakupi, ka pasë korin, pastaj Aida Gjikoli. Mirë po për shkak të periudhave të ndryshme historike, edhe për shkak të luftës së fundit në Kosovë, nuk kemi pas realisht kore deri me formimin e shkollës së mesme të muzikës në Pej. Jam zakonisht I lumtur që më është besu ajo prej atij momente dhe prej shkollës së mesme të muzikës kam vazhduar me kore për vitit 2010. Duke marrë parasysh mos interesimin institucional, me thënë të drejtën, për të zhvillu. Ja, sot thash, nuk e kemi asnjë mandolinë, mendoj që nuk është përgjithësi ndoshta edhe direkt institucionale, mirë po detyra e institucioneve është që të krijojnë motive dhe të krijojnë hapësira të ndryshme, mirë po ndoshta nuk do të him se të them, të jem pozitivitet më të Sot jemi këtu veç për ta lavdruar Pejen. Mirë po, pa dyshim që po, mirë po, atëherë në vitin 2017, duke mos pas interesim institucional për të formuar një kor të qytetit, kemi hap një organizatë jo qeveritare, edhe kemi formuar korin si parantull, e përmenda që është emri antik I qytetit të Pesë, edhe prej vitit 2017 nuk kemi ndalë për formuari, pavarësisht edhe sfidave të vizave që kanë qenë tepër problematike, për vendin tonë deri në vitin e kaluar, sepse ato vetëm ka marrë një kohë të madhe, ne kemi arritë edhe atë sfidë me të kaluar, edhe me vendosë një kthesë të re historike për, do thoya jo vetëm për Pejen, mirë po për kulturën korale shqiptare. Tashmë me korin si parantull kemi udhëtuar në 17 shtete, kemi mbi 190 aktivitete, janë 18 shpërbime që vendi tonë ja kemi sjell, shpërbime 95% janë vendet e para të cilat ne kemi marrë në festivalet më të mëdha botërore. Jam më thellësisht I lumtur që kori si parantull sot renditet në top 25 koret më të mira në botë, sa I përket rengimit të ansambleve nga interkulturë. Jemi në vendin e 23, këtë tregon një hap edhe një hap jashtëzakonisht të zhvillueshëm, një zhvillim drastik, do thoya, brenda një periudhe tepër të shkurtër, marrë parasysh që popujt e tjerë kanë një traditë të jashtëzakonisht të madhe në kulturën naturale. Edhe ja që ne vetëm sa u kthymë realisht për mbrëmje, ne morëm edhe shpjegimin e fundit, vendin e dytë, pas korit që është një prej koreve më të mira në Amerikë që renditet nga që udhëheqet nga Andrew Crane, edhe kori si parantull po renditi I dytë duke qenë në prapa shtetet që vërtet kanë një traditë të madhe në zhvillimin e muzikës korale. Gjatë kësaj periudhe, gjatë këtyre 8 viteve, kemi marrë pjesë në qendrat më të rëndësishme të artit edhe të skenave botërore, duke prekur Vienna Concert House me Orkestrën Simfonike të Vienës, bashkë me Vienna Sing Academy në dirigjimin e Peter Popelkës së fundi në 200-vjetorin e interpretimit të Simfonisë së 9 të Beethovenit në Vjenë. Pastaj kemi qenë 5 herë pjesëmarrëse
në Filharmoninë e Berlinit, duke performuar me artistë të njohur. Së fundi kemi bashkëpunuar në kuadër të festivalit Walking in the Beauty me me kompozitorin dhe pianistin e Shua Botorosh, një prej top 3 emrave më të njohur në botë, Paula Elo. Unë personalisht kam pas edhe fatin me dirigju 500 pjesëmarrës, 500 koristë që vinë nga e gjithë bota. Kori Separantum sot është një rutin shumë të mirë. Nuk është tashmë vetëm i pesë, sepse në Korin Separantum kemi artistë që vinë nga i gjithë territori i Republikës së Kosovës, edhe do të thotë prej qyteteve të ndryshme të Kosovës. Bile i kemi edhe 2 anëtarë që vinë edhe nga Shqipëria. Njëri vjen nga Shkodra dhe tjetri vjen nga Tirana. Që tashmë do thoya e kemi korë kombëtar. Projekti i radhës të cilin na jemi duke punu është edhe kjo që lidhet direkt me pen, edhe vjen keq që ndoshta këtë live po e bëj si surprizë para artistit të cilin po ja marr fjalën atij. Ne në PE jemi me fat që kemi artistë të shuar, njëri prej klarnetistëve më të njohur dhe më të mirë do të thoya edhe shqiptar të cilë trenohemi si qytet që kemi, padyshim është klarnetisti Sad Musha. Gjitha është njeri i jashtëzakonshëm dhe një muzicient i jashtëzakonshëm. Një bashkëpunim të cilën do ta bëjmë me ikonën tjetër të qytetit të PE-s, me të modhin mjeshtin e muzikës këngës popullore Ramadan Krasniqi Qindonin. Do ta jemi në përpunim, të rrit përpunim të këngës Peju Lule Dugaxhinit, ku do ta vendosim në një dimension krejtësisht tjetër në bashkëpunim me Korin Separantum, do të thotë me Donin, me Sein në klarinet, edhe po besoj që do të jetë diçka ndoshta një himn artistik i qytetit të PE-s, megjithëse vetëm ne atë rekonsiderojmë si himn. Prandaj janë edhe projekte të tjera të cilat ne në vazhdim duke punu. Me njerë do të bëjmë në Danimark, në Korik, në European Choirs Games dhe Grand Prix of Nation, që bëhet në Danimark, për të vazhdu pastaj në shtator në Tajland, në përfaqësime tjetër një kortë jashtëzakonisht të madhe të urën e botës. Unë të falenderoj shumë për këtë punën që ti bën fillimisht. Ju uroj shumë suksese, unë ju ndjek, e thash, por besoj që edhe shikuesit tanë ju ndjekin nëpërmjet këtyre intervistave që ne realizojmë. Falenderoj shumë që erdhe sot në këtë mëngjes shumë herët për të bërë pjesë e emisionit të mëngjesit. Faleminderit shumë, është kënaqësi shumë e madhe, mos harrova ndoshta me përmend që sepse janë edhe shumë grupe të tjera të cilët të luajnë një rol kyç në zhvillimin, për shembull PE-n edhe si qyteti i Rrokut, mirë po padyshim që po edhe ansamblin autokton Rrogova, i cili është pjesë e trashëgimisë kulturore, edhe më vjen shumë mirë që ata ende arrin me rujtë edhe traditën e tyre, edhe arrin me rujtë muzikalitetin atë origjinalitetin që kishte dikur. Prandaj edhe përmenda dhe rock grupet e shumta, e vini seleksionit 039, ka qenë prej PE-s dhe grupet e bora, është gitaristi, po ashtu si Mosku Geza, një prej emrave të shuar të gitarës. E di që aq shumë ko artista sot që është dashur me tolsët me një letër. Patjetër, që mos harrojmë ndonjë detingile të hatrit. Të folje, sepse vërtet po shumë edhe nuk dua që asnjëri të hinë hatrit. Mua më bëhet shumë qefi që ka shumë, sepse ne kemi nevojë të ketë shumë, pikërisht në këto kohë kur të paktën sipas meje, nuk anojmë gjithmonë nga vlerat, anojmë pak nga këto trende të rrjeteve sociale, të shohësh dikën që merret me muzikë dhe bën gjëra me vlerë, është definitivisht një hap pozitiv për krejt shqiptarinë, jo vetëm për Kosovën dhe për PE-n, kështu që falenderoj shumë për këtë punën që bën edhe për gatishmërinë të jesh sot pjesë e emisionit. Kënaqësi shumë e madhe që i dova këto minuta bashkë me juve, edhe sa herë që të vini, uroj që gjeni pozitivitet këtë qytet, edhe uroj që të shihemi ndoshta në ndonjë koncert të korit. Patjetër që po, ne ju ndjekim dhe do të vazhdojmë të ndjekim. Faleminderit shumë.